Mirë, do të njemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore dhe bëhet fjalë për një mbledhje që zhvillohet sot nga Partia Demokratike. Mbledhja e kryesis në orën 12 dhe një tjetër mbledhje, mbledhja e grupit në orën 14. Për më shumë detaje do të kemë në një lidhje të drejt për drejt gazetarin ton Ardit Hoxha. Ardit, të përshëndes, mund të na tregosh se çfarë do të vendoset në këto mbledhje? Përshëndetje Nesi. Në fakt janë dy mbledhje në rendin e ditës në selinë e Partisë Demokratike të rëndësishme, sigurisht kryesia dhe më pas grupi parlamentar me agenda të ndryshme, sigurisht të dyja këto forume të Partisë Demokratike. Para kryesia sigurisht do të ketë në fokus sa zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike që kanë bëjë nga nisja apo zhvillimi i procesit zgjedhor në disa prej degëve të Partisë Demokratike gjatë këtyre ditëve. Disa e kanë zhvilluar, disa të tjera pritet që ta përmbyllin brenda muajit mars të proces riorganizimi dhe rifreskimi të strukturave drejtuese në deg të Partisë Demokratike, po ashtu nuk pritet të jetë jashtë vëmendjes edhe çështja e organizimit të protestës së radhës Partisë Demokratike ajo e datës 22 mars, ku sërish zoti Berisha dhe drejtuesit e Partisë Demokratike kanë apeluar dhe kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje masive si vijim apo po themi procesi i asaj që zoti Berisha ka cilësuar kilometri i fundit i valës së protestave të nisura që në dhjetorin e vitit të shkuar e që kanë vazhduar pa ndërprerje për gjatë muajve janar shkurt e pritet që të vazhdojnë edhe për te datës 22 mars gjithmonë sipas asaj që zoti Berisha ka cilësuar që do të jetë një proces edhe po themi një lloj aksioni i Partisë Demokratike dhe i opozitës i pa ndërprerë deri në arritjen e qëllimit final që e kanë përcaktuar dorëheqjen e zotit Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike e cila sipas Partisë Demokratike është vetmja garanci që mund të organizojë një proces të rregullt dhe të lirë të zgjedhjeve. Ndërkohë që nga ana tjetër mbledhja e grupit parlamentar do të jetë me fokus mbledhjen e nesërme të seancës së kuvendit, sigurisht qasja dhe zhvillimet që Partia Demokratike dhe deputetët e saj do të kenë në këtë seancë të ditës së nesërme, është mbledhje deri diku rutin, por që sigurisht nuk përjashtohen edhe zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike që pashmangshmërisht nuk mund të lihet jashtë edhe grupin parlamentar demokrat. Në fakt zoti Berisha ditën e sotme e ka nisur herët me zhvillime dhe me takime, pasi ishte në kryen e detyrimit për paraqitjen në prokurorinë e posaçme dhe do e mbyll shumë vonë fakt Nensi për shkak se pas dy mbledhjeve në mesditë pra në orën 12 dhe më pas në orën 14 grupi parlamentar do të jetë një foltorja përhershme që Partia Demokratike zhvillon përballë kryeministrisë në orën 16:00, kështu që do të jetë një zhvillim një ditë e gjatë e mbushur me zhvillime në Partinë Demokratike, të cilët do të presim dhe do t'i përcjellim drejt për së drejtin e ekranin e Euronews Albania. Po Nensi. E qartë Ardit, të falenderoj, mbetet për tu parë se çfarë do të ndodhë në këto dy mbledhje. Ndërkohë